Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Elena Allah Azza wa Jall sot do të flas diçka rreth një temë e cila është e rëndësishme për neve si shoqëri, për shkak se shpeshherë ndodh që brenda kësaj shoqërie të kemi zënka të telashe, ngatresa mes vete, e çështja se si duhet t'i trajtojmë ne ato, si duhet t'i zgjedhim ne ato. Normalisht çdo shoqëri, pavarësisht fetarisë dhe devotshmërisë që e ka, brenda asaj shoqërie ka kundërshtime mes vete dhe ka zënka mes vete. Kjo ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse shoqëria ka qenë shoqëri e devotshme, shoqëri fetare, më e ngritur se çdo shoqëri tjetër e cila ka pas asaj, megjithatë brenda saj ka pas ngatresa dhe kundërshtime ndonjëherë. Kjo për shkak interesave të dunjos, të disa shkaku i ndryshimit të karakterit, shkaku i ngacmimeve dhe vezveseve të shejtanit, e shumë arsye. E këto ngatresa kanë qenë pastaj në mosmarrëveshje, derisa është dashur që ndërhyjet edhe pastaj përmirësohet ose pajtohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili ndërmjetësonte, pajtonte, ia kujtonte Allahun azza wa jalla në kësi raste, me qëllim që mos zhyten në padrejsi. Dhe pejgamberi Allahut azza wa jalla e preferonte çdo herë pajtimin si fillim, si start, që mos vije çështja më vonë deri te gjykimi. E si pejgamberi sa i drejtoi këto çështje, kjo do të jetë tema ime sot shkurtimisht me lenin Allahut azza wa jalla. Normalisht kjo temë nuk ka të bëjë vetëm se me gjykatën, për shkak se ne nuk jemi gjykatës, kjo ka të bëjë me neve, se ndodh edhe te ne, si individ, te familjarët e tonë, te shokët e tonë, te rrethi ku jetojmë, te shoqëria ku jetojmë, që të kemi probleme të tilla, andaj si t'i zgjidhim ne ato probleme dhe si të gjykojmë realisht ne në kësi raste. Çështja e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kishte kundërshtime ose kur kishte do thotë ngatresa mes dy palëve ose mes dy personave, pejgamberi Allahut azza wa jalla çështjen e parë që e preferonte ishte pajtimi. Madje nëse edhe dikush prej atyre ose prej njerëz palë toleronte diçka, prej hakut vetë me qëllim që të vihet deri te pajtimi. Kabi ibn Malik ishte në xhami, edhe u takua me Ibn Ebi Hadrat. Ky ja kishte një borxh, edhe Kabi ibn Malik ja kërkon atij borxhin brenda xhamisë. Kjo është argument se lejohet që të kërkohet borxhi brenda xhamisë. Mirpo, normalisht kur njeriu e kërkon edhe pastaj fillojnë që të diskutojnë, diskutimi filloi që të zgjerohet pak edhe më tepër, u ngritën zërat lart. Derisa i dëgjoi pejgamberi Allahut azza wa jalla, ai ishte në shtëpi. Normal që shtëpia e tij ishte gjithë me xhamin e tij. Edhe kur i dëgjoi pejgamberi Allahut azza wa jalla, doli e ngriti perdën e derës, edhe thiri o kap, i tha përgjigjem ty ja Rasulullah. Tha falja një pjesë të borxhit. Edhe ja bëri me shenjë gjysmën e borxhit. Edhe Kabi tha ja Rasulullah, do veproj kështu. Kurse tjetrit i tha ktheja borxhin ose pjesën tjetër të borxhit që të ka mbet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast e bëri këtë lloj pajtimi, normalisht e shfrytëzoi autoritetin e tij. Për shkak se autoriteti i tij ka qenë autoritet i madh. Mirpo megjithatë borxhi është borxh, edhe nuk mundet secili ta falë lehtë, pavarësisht qoftë 10% apo gjysmë apo 30 apo sa do, se krejt borxhin. Nuk është e lehtë. Për nefsin veçanti nuk është e lehtë. Po Kabi ka qenë njëri që e ka respektuar shumë pejgamberin Allahut xhel, e ka dashur, pejgamberi sa e ka ditë kujt i ka thonë. Edhe çështja e parë që ka vepruar me Kabin, duke e ditë se ka pas mundësi mi thonë edhe tjetrit, mirë po jo i ka thonë Kabi ibn Malik. Për shkak se e ka ditë që Kabi do të tolerojë diçka prej hakut të tij. E që të vihet deri te pajtimi për shkak se pajtimi i zemrave është shumë më i madh se sa funit një pjesë e pasurisë ose një borxh që dikush ta ka ty. Se bashkimi i zemrave është i rëndë, kurse përçarja është shumë e lehtë. E për me ardhur deri te bashkimi, mos marr deri te përçarja, nganjëherë nëse toleron, elhamdulillah kjo është dhunti, mirësi prej anës Allahut xhel, edhe për këtë padyshim që do të shpërblesh. Pejgamberi Allahut e parapëlqeu në këtë rast pajtimin,
Edhe pse Kabi toleroi diçka prej hakutim, megjithatë u zbotën zërat edhe u qetësuan zemrat edhe kështu u bashkua çështja mes tyre. Pejgamberi Allahut azza wa jall e donte këtë, e parapëlqente. Edhe u nxiste sahabëve në vazhdimsi. Madje llogariste pejgamberi Allahut azza wa jall një prej veprave të mira. Aisha radhiyallahu anha thotë, e dëgjova pejgamberin e Allahut ose pejgamberi Allahut azza wa jall i dëgjoi disa zëra pranderës së tij. Zërat u rritën edhe u ngritën, derisa njëri kërkonte prej tjetrit që t'ja fale borxhin atij ose t'ia shtyje atë. E ky tjetri çfarë i tha? U betua në Allahun dhe tha jo. Pasha Allahun tha unë nuk veproj vepra të mirë. Nuk e bëj këtë. Pejgamberi Allahut azza wa jall kur e dëgjoi, normalisht nuk e erdhi mirë kjo fjalë. Si ka mundësi dikush që të betohet në Allahun azza wa jall që nuk bëj mirë. E personi i cili betohet që nuk bën punë të mirë, atëherë normalisht ai person duhet me shly borxh, duhet me shpagu realisht betimin e tij për shkak se nuk mundet njeriu pa vepruar vepra të mira. Ajo që çon në xhenet, një prej shkaqeve është vepra e mirë. E pejgamberi Allahut azza wa jall dole dhe tha, kush është ai i cili u betua në Allahun që nuk do të bëjë mirë? Kush është ai? Edhe kuptoi mesazhin sahabiu dhe i tha, ja Rasulullah, thotë do veproj sikurse ai kërkoi prej meje. O t'ia shtyje borxhin, o t'ia fale një pjesë borxhit. Normalisht unë thash, kjo çështje nuk është çështje që dikush ta imponon ose të detyron. Po nganjëherë kur çështja vije deri te zënkat edhe mosmarrveshjet, kundërshtimi është i keq, belaqa në problem. Edhe zakonisht ne problemet që i kemi sot janë kësaj natyre. Fillon me pak, fillon me një grinjë të vogël, pastaj shkon deri te kulmi deri te vrasja. Allahu na ruaj. Edhe askush nuk ndërmjetson ose dikujt nuk i shkon ndërmjet që të marret ta qetësojë situatën ose ta pajtojë. E pejgamberi Allahu xhel nuk linte hapësirë për gjëra të tilla. Kur e kishte mundësinë që të ndërmjetsojë, menjëherë shfryzonte autoritetin e tij dhe ndërmjetsonte. Edhe pejgamberi Allahu xhel kur ia tha këto fjalë, ai person u qetësua, edhe u stabilizua gjendja e tij dhe normalisht ia shtyu apo ia fali një pjesë borxhit. Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu thotë që banorët e Kubas, xhamia e Kubas kush ka qenë në Medinë e di, është një xhami që është afër xhamisë për disa kilometra, e ka vlerën e vet, edhe normalisht që ka shtëpi përreth saj. E në kohën e pejgamberit Allahut xhel, ato shtëpi që kanë qenë përreth Kubas, kanë qenë banorë atje që kanë jetuar e kanë pas një problem mes vete. Mosmarrveshje dhe fillojnë që të grinde njëri me tjetrin derisa çështja vije që fillojnë ta gjuajnë njëri tjetrin me guri. Vjen lajmi pejgamberit Allahut xhel edhe i thot Sadit, i thot e janë të shkojmë, tre pajtojmë ata mes vete. Pajtimi është i mirë. Pajtimi është i mirë. Edhe pajtimi kërkohet, edhe pajtimi është vepër e mirë, edhe pajtimi është sadaka. Ai i cili nxiten për pajtim edhe i cili mundohet që pajtoje mes besimtarëve është një vepër madhështore, një vepër e mirë. Pejgamberi Allahut azza wa jall nëse nuk gjente pajtim mes tyre, s'kishte mundësi. Nuk pajtonte asnjëra pa që të pajtonte njëra me tjetrën, atëherë kalonte në gjykim. Gjykimi ka qenë gjykim sipas rregullave të fesë. Kjo ta bën qartë me dije se e para prioriteti është pajtimi. Nëse nuk ka atë vjet deri te gjykimi, e te gjykimi dallojnë çështjet. Çështja që mos vije deri te gjykimi. Por shkak se kur vije deri te gjykimi, atëherë pa çetër duhet me gjyku me drejtësi. Kurse te çështja e pajtimit ka tolerancë. Ka hapësirë që njëri ta tolerojë tjetrin ose të lëshojë penj pak te haku i vet, me qëllim që të vije deri te pajtimi, pavarësisht asaj se do shta hub pak mirë, po përfiton zemrat dhe nuk bëhet belaja më e madhe. Abdullah ibn Zuberi e kishte një vadë me ujë. Edhe prej asaj vade e ujit të kopshin e tij me urma. Po të njëjtën vade përdorte edhe një tjetër person. Ky person ishte prej ansarëve, do të thonë prej banorëve të Medinës, edhe shkoi një ditë prej ditëve e paditi Abdullah ibn Zuberin te pejgamberi Allahut azza wa jall. Abdullah ibn Zuberi sahabi i madh. Shikoi mundësimi bëva drejtësi atij. Ata merrnin dy njëjtë ujin edhe të dytë për njëjtës vadë e vadiqin ose ujicin kopshin që kishin me hurma. Edhe shkoi e paditi pa mesasem, edhe i tha që ky nuk po mlishon ujë, nuk po më jep ujë, po merr ujin. Edhe atëherë pa mesasem e thiri, i tha o Abdullah ibn Zubair, tha ujite kopshin ta një herë, e pastaj lëshoje ujin që ta ujitet ky tjetri kopshin e vet. Edhe normalisht në këtë rast Abdullah ibn Zubair ishte dakord. Ishte në pajtim. Po Ensariu u zemru. Edhe aq shumë u zemru derisa i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha ti kështu gjykove për shkak se kjo është djali i hallës tënde. E pejgamberit Allahut nuk i erdhi mirë fare kjo mohabet, kjo fjalë.
Për shkak se pejgamberi Allahut nuk mundet më paramendu që ai gjykon me padrejti. Pejgamberi Allahut asojë sikon mundsi që gjykojë me padrejti. E kur I tha kështu, atëherë pejgamberi Allahut I tha: "O Zubair, tha ujit e kopshin tënde dhe pastaj bllokoje ujin derisa kopshti që të ngopet mirë." Herën e parë që gjykim ndryshe. Herën e dytë është gjykim ndryshe. Pse? Keni pa disa njerëz, sado që toleron dhe sado që mundohesh për mja përfitu zemrën edhe me zbut situatën, nuk është I kënaqur. Pejgamberi Allahut azhjal herën e parë I tha Abdullah ibn Zubairit që ta ujite kopshin e vet, pastaj t'ia lëshoj ujin. Nuk I tha ngopë mirë, I tha ujite. E ujitja ka mundësi me qenë me 70%, me 80%, jo 100%. Pse ti loje ujë këti pak ma shumë, shka ku I fshinësis, fshin, komshi, ti bëje mirë, ta respektoje, ta nderoje, me gjithat a ju zemrua dhe e refuzoj këtë udhër. E atëherë pejgamberi Allah gjykoi tamam. Tha atëherë masi kështu nuk po do, atëherë ujit e kopshin tanë, edhe prit derisa të mbushet mirë, edhe pastaj lëshoje ujin atij. E thot Abdullah ibn Zubairi, thot besoj, pashallah tha besoj, që ky ajet ka zbrit për këtë rast. Fela wa rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jo për Zotin tanë. Ata nuk kanë besu sinqerisht, plotësisht, derisa ty nuk të marrin për ndërmjetës mes kundërshtimeve që I kanë ata mes vete. Pejgamberi Allahut azhjal këtë rast I gjykoi, herën e parë gjykoi me rahmet. Në aspekt pa I bë padrejti duke njohur Abdullah ibn Zubairin se nuk e ka problem nëse ai lëshon 10% prej hakut vet. Po herën e dytë gjykoi tamam ashtu si duhet. E prandaj ancartë ma vonë e morën banorët e Medinës si kriter çështjen e ujitjes, derisa të ngopet mirë. Derisa ngopet mirë deri kur? Derisa uji ta mbrije ashtin ose zogun e këmbës. E keni pa kur shkon fush, kur ujit me ujë dhe kur mbushet toka me ujë, dikur fillon uji të prek edhe këmbë. Edhe kur e prek zogun e këmbës, atëherë do thotë që uji e ka mbrije atë kulmin, do thotë ose ujitja e ka mbrije atë kulmin e vet. E morën si kriter këtë, edhe kështu vepronin, do thotë edhe më vonë. Ajo neve që na intereson këtu. Është çështja që nëse nuk ka përmirësim, nëse ti ndërhin mes dy persona ose mes dy palëve, edhe kërkon pajtim, ata nuk duan atëre gjykim. E gjykimi duhet që normalisht pas rregullave të fesë. Pejgamberi sa kur gjykonte ose kur ndërhynte mes atyre, nganjëri paralajmëronte shkaku I betimit të rreshëm në Allahun azza wa jall. Ka raste kur njeriu betohet në Allahun azza wa jall rreshëm dhe nuk e ka fare problem hiç. Për shkak se pyetja është pasuria, është toka, është shtëpia, është malli, edhe nuk I intereson fare nëse betohet në Allahun azza wa jall. E pejgamberi sa I paralajmëronte për shkak se betohesh në Allahun azza wa jall rreshëm, është shumë e rrezikshme. Isa alayhis salam me po një njeri I cili vjedhi. Edhe I tha, vjodhe? I tha jo. Tha për Allahun, tha jo. E atëherë Isa çfarë I tha? Tha I përgënjeshtrova syt e mi dhe të besova ty. Para mendoj, e ka po me syt e tij se ka vjedh. Megjithatë, kur ja përmendi Allahun, Allahu është I mban zemrën e besimtarit. Nuk ka mundësi dikush të betohet në Allahun rreshëm, s'ka mund më paramendu. E shiko mundësiun e ma mirë ka thonë, po I besoj atij, fjalës atij se sa syet mi, se ndoshta e ka një arsye që unë nuk e di ose ndoshta syet e mi. Jo ashtu ka atyre se ai ka vjedh mi, por ai nuk ka vjedh. E ma mirë ashtu se sa me padit ose me pretenduar e diçka. E pejgamberi sa I paralajmëronte nga kjo çështje. Dhe thot Wail ibn Hujr, tha isha me pejgamberin sa erdhën dy persona që kishin problem rreth toke. Problem sikurse sot që kemi ne shumë për problemeve tona. Zakonisht shef musliman me zvete që gjykojnë ose që kanë zënka, kanë telashe familjare me vite tëra për një tokë, që njerit nuk janë mend, thot çka ka të bëjë me një tokë, funi 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Po familjen ja vlen për me shkatru për 30.000, 40.000 euro. Dy persona shkuan kishin problem për tokë, njëri akuzoi tha, edhe paditit e pejgamberit I tha, ja Rasulullah, kima ka marrë tokën kohën e xhalietit, e para Islamit. I tha tamam, dëshmi? A ke dëshmi? A ke dëshmi? I tha, jo ja Rasulullah, nuk kam dëshmi. Për shkak se fillimisht kërkoi dëshmi, ja tha, jo ja Rasulullah, nuk kam dëshmi. Tamam, nuk ke dëshmi, atëherë ky çetri duhet me u betu në Allah, kështu është rregulli. El bayyinatu ala muddai wal yaminu ala man ankar. Ai cili pa ditë duhet me pas dëshmi. Ai cili mohon duhet me betu në Allah. Ky nuk ka dëshmi, çka më botash? Atëherë I mbetet çështja që ky betohet në Allahun azza wa jall. Kështu është rregulli I fe. Edhe kështu duhet që të qetë rregull edhe te ne. Në aspektin e gjykimit mes nesh.
Për shkak se ti kur thu, sjellëm dëshmi, thot nuk kam, tamam qetri let betohet. Mirë, ky i cili betohet, a mund të rreshëm me betu? Po. Pyetja është pasuria. E çfarë i tha ky sahabi, ja Rasulullah, nëse ky betohet, i jepet drejta që të betohet, atëherë ma merr tokën. Ma merr. E çfarë i tha pejgamberi, tha nuk ka tjetër përveç kësaj. Nuk ka rrugdalje tjetër. Betohet, ama betimi i tij mbetet qafën e tij. Nëse ky ka guxim me u betu në Allahun rreshëm, për krejt këtë mall që e ka, se që atë tokë që do me marë, atëre le të rënuj. Nëse jo, atëre, tamam, kusha ka frikën Allahu Xhel, e di shumë mirë, që do të thotë betimin Allahun Azza wa Xhel. Edhe pasi që u ngrit ai të betohet, çai tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta kush ja merr vëllait të tij një copë toke me padrejtësi, Allahun do të takojë ditën e Kiametit, duke qenë Allahu i zemëruar në të. Me një transmetim tjetër, në një rast tjetër, ta mësëm kush betohet rreshëm në Allahun Azza wa Xhel. Dhe qëllimi i tij është që të marrë diçka prej pasurisë së vllait të tij, le ta di që Allahun do të takojë duke qenë Allahu i zemëruar me të. E njëri i tha, ja Rasulullah, tha po nëse unë tha e lishoj, toleroj, ja pa dhe hakun tem, po për namun e ti për këtë mikrofoni kujt është, ai me juti. Jo jemi, jo juti. Keni pa shpeshar, jo unë e kam marrë, jo ti se ke marrë. Jo unë e kam marrë, jo ti, pa di shka. Hadi që po ta jep, për Allah, hajse sadi mos të një punan në bela dhe në problem, e i tha, ja Rasul, nëse unë ja fal, ja, tha atërë, çfarë problemi kam? Tha e ke xhennetin, atërë tha dëshmoj se pja lot tokën krejt ati. Qaq. S'ka filozofi shumë. Çështja është a do. Edhe a do me qenë razi në atë formë pajtimi, tamam. Kjo është pajtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ndërmjetësonte ose kur pajtonte, u asqarsonte njerëzve se ai gjykon mbas jashtës, nuk gjykon mbas zemrave, nuk i di jetën. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e transmeton Ummu Seleme, gruaja e tij tha shkoi ose i dëgjoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa zënka pranë derës së tij, pranë shtëpisë së tij, edhe doli dhe ju tha atyre. Tha shikoni, unë them njeri. Unë jam njeri, do thotë nuk e di gajbin, nuk e di fsheftën. Për shkak se nuk e di në zemrën tënde ti çka ke. Mirë po ne gjykojmë mbas asaj që është e jashtme. Ti vjen tonë dhe më thu që filanim ka pa drejtësi, tamam, unë kërkoj dëshmi, ka mi, nuk ka, kërkoj betim, unë gjykoj mbas jashtmes, edhe kështu është reali gjykimi, nuk është mbas zemrës. Nuk mund të dikush me thonë mua po më merr mendja, ty po ta merr mendja. Jo. Po më merr mendja se ti në zemrën tënde e ke këtë ide, jo. Nuk funksionon kështu. Tha pejgamberi unë jam njeri. Edhe ndonjëri për juve vjen me pa di për shokun e tij ose për palën tjetër. Edhe tha pejgamberi se ndonjëri prej atyre dyve që vinë ose prej palës janë më të aftë në oratori, dy për me fol, dy për me trajtu, dy për me sqaru, ti sjell 1 milion argumente, që të rizdi nuk di atë çka më thon. E unë mbas ku gjykoj, unë gjykoj mbas asaj që ti mua ma prezanton, mbas dëshmive që ti mua më jep, unë gjykoj mbas asajna. E kujt i ja jap unë drejtën kur gjykoj një muslimani se kjo është e jotja, kjo nuk nënkupton që halali bëhet haram ose unë haramin ta vaj halal. Jo. Unë gjykoj mbaz asaj që unë e shoh, mbaz argumenteve që ti më prezanton. E kjo ata bën haramin halal jo. Unë gjykoj, ama ti mund ke mashtru me ato oratori, me ato argumente që më ke sjell. Ama te Allah subhanahu wa ai harami a bëhet halal jo. Nuk ka mundësi më bëhet halal. Por shkak se harami është haram. E pavarësisht gjykimit tim që unë kam gjykuar në favorin tan. E prandaj tham pejgamberi se nëse unë gjykoj në favorin tan, le ta di që ajo copë që kam gjykuar për te unë është copë e zjarrit në xhenemit Allahut. O le ta merr, o le ta lë. Ai e di vet. Tash varet krejt për njeriu vet se si e trajton këtë mohabet. Edhe se e kupton këtë realitet. Nëse synimi i tij është çështje e dunjos, edhe nuk e ka problem për ahiretin, tamam, nuk ka problem. Le të vazhdoj atëherë ashtu. Ama nëse është pyetje taj, se ai a ka bo gjuna, s'ka bo gjuna, a ja ka frikën Allahut apo jo, atëherë ai ndalet normalisht, ai cili pak i dridhet zemra shaku i frikës Allahut edhe ndalet edhe nuk merret me këtë çështje, për shkak se e di që është padrejsi. Pejgamberi sa nuk gjykonte për personin i cili akuzoi pa mos e pranu ai vet fajin e vet ose pa mos pas ndonjë argument qartë. Wail ibn Hujr thotë që isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe erdhi një njeri me veti e solli një tjetër të lidhur me litar. Me konop i tha ja Rasulullah, kë ka vrarë vllain tim. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e ke vrarë? Vllau i atij që u vrau i tha ja Rasulullah, nëse ky nuk qep,
argument, unë e kam shumë dëshmi. I tha, po, ja Rasulullah, unë e kam vra. E si e ki vra? Tha, ja Rasulullah, ishim bashkët duke i shku në gjetët në pemë. Edhe ndërkohë, patëm një zënk njeri me qetrin edhe më shau. U më ofendoj. Edhe u zemrova, tha, e mora së patën time, i rashtë e cepi kokës e ti, edhe e mbytan mend. E i tha, a ke diçka që e lonë këtë gjunan tanë, këtë krimin tanë? Do të a ke mundësi me shpagujt? Mi adhon familjarëve ti me shpagujt? I tha, jo, Rasulullah, nuk kam përve se këto robat e mija dhe sapatën time. Tha, ke familje. Tha, kam, ja Rasulullah, po vlera ime të familja ime nuk është e madhe. Nuk kam vlerë shumë që ata ndërhyjnë, të pajtojnë edhe pastaj ta shpagujnë gjokun e ati që e kam vra. E atëri i tha, ati qëtëri ti tha merre edhe me për çfarë të duhesh, për shkak se haku ishte realisht. Tash haku ishte në dorën e tij. T'ia falte, kërkon të shpagim e kështu me radhë. Tamam, pasi që nis, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha nëse ky ja merr hakun atij, është i njëjtë sikur se ai. E kur e dëgjoi këtë muhabet, ma vonë, i shkoi lajmi, erdhi te pejgamberi, i tha ja Rasulullah, dëgjova që ki thon kështu edhe kështu. Pse ja tha këto fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Se nëse ai e bën njëjtën gjë, atëherë nuk dallon prej këtij, pavarësisht se edhe ka hak. Megjithatë, kush është më i mirë? Ai i cili ja fal. Ai i cili ja fal është e rënd. Mirë, po falja është më e madhe. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha po. Tha ti tha apo do mi marr këto gjunat e tua, edhe gjunat e vllavit tan tha po. Atëherë tha ja Rasulullah pi ja fal. Edhe ja fali. Edhe e liroi, edhe kështu me të vërtetë u ngrit vlera e tij. Në sytë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po normalisht edhe sytë e Allahut azza wa jalla. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ndodhte që të gjykohen mesin e tyre me atë që nuk, me atë që bien ndesh me rregullat e fesë, e refuzonte. Ebu Hurajra thot, erdhën dy burrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kishin kundërshtim njëri me tjetrin. Njëri ishte beduin, gjali i tij kishte pas shku me punu te tjetri me pagesë, ndërkohë ka rënë zinon me gruan e tij. Erdhën që të gjykojnë te pejgamberi, i tha njëri, ja Rasulullah, gjyko me librin e Allahut. Qetri i tha, ja Rasulullah, gjyko me librin e Allahut, kishte më i mençur. Edhe i tha, ja Rasulullah, tha fillimisht ta lejom që të flas, që të kallzoj. I tha, po fol. Tha, bini im ka qenë punëtor te ky njeri. Ka shku me punu, ndërkohë ka rënë zinon me gruan e tij. Edhe pastaj u treguan edhe më thanë që duhet me i dhon 100 deve shpagim, fakt 100 deve shpagim, edhe ta liroj një robresh. Thonë e bëra kët. Pastaj tha njerëzit që kanë dije më treguan që jo, dënimi që kanë ndryshe. Ai merr çetër dënim, ai merr çetër dënim. Tha ja Rasulullah, gjyko me librin e Allahut, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha un pashat që shpirti im është në dorën e tij, do gjykoj me librin e Allahut, se s'ka pas me çka gjykoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha po, delet e tua edhe robreshën tënde e kthen i biriot e merr këtë dënim, kurse i tha Unesit, shko, pyet atë grua, a pranon që e ka bërë këtë krim apo jo? Kur shkuan edhe pyetën po, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam le ta marrë dënimin e saj, atë dënim që e meriton. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ishte në pyetje gjykimet edhe kishte diçka që nuk përputhej me rregullat e fesë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kthente atë gjykim. Edhe gjykonte sipas asaj që duhet që gjykohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pavarësisht asaj që gjykonte, edhe kur gjykonte me drejtësi, megjithatë e kishte parasysh në gjendjen e qetrit, edhe u azbuste zemrat edhe i ngushllonte edhe qert. Edhe pse qert mërziteshin ndoshta ndonjëherë me gjykimin, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte parasysh këtë realitet. Kjo ta bën me dije qartë që nganjëherë kur palat vinte ti, edhe kërkojnë që të gjykohet mes tyre. Ndonjëra pol nuk ka mundësi ndoshta me qenë e kënaqsh, megjithatë mirë është mja zbut zemrën edhe mja qartësua atyre arsye. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në rastin e Hudejbijës, kur deshi që të shkojë ta kryejë umrën, kur e ndaluan Kurejshit, edhe u morën vesh që të shkojë pas një viti dhe qëndroi vetëm se 3 ditë pa mesem e veproja. Kur shkoi dhe qëndroi 3 ditë, i shkuan pastaj disa, than Alis radhiyallahu anhu, i than ky shoku yt do thotë për pamesam le të largohet prej këtu për shkak se është kryer afati i tij. Ndërkohë e bija e Hamzas vrapon edhe shkon pas pamesam, i thotë ja o ti xhaxha, familja e tij. Edhe shkon Alia e merr për dorë dhe e çon deri te Fatimia. Ja çon atë vajzë, to me mall për vete që të kujdeset për atë jetime. Edhe pasi që kthehen në Medinë, atëherë fillon një zënk mes Alijës, mes Xhaferit, vllajti, edhe mes Zeidit. Çka ishte problemi? Pse ata u zun me dizveti? Pse ata kishin kundërshtim? Kush ta morë këtë vajzë ta shikojë këtë vajzë? Ishte jetime. Përndoj se si garonin për të mirë.
ishte jetime dhe donin secilit që ta mbajë për vete. Atëherë shkuan që gjykon, Alija pretendimin e kishte që Fatimja, pasi që e ka do të thotë vajza e Xhaxhait, ta marrë do të thotë për shkak se është grua dhe kujdeset për të. Mirë po Xhaferi e kishte të martuar me tezën e vet. E i tha ja Rasulullah, unë kam tezën e saj e kam për gru. Zejdi thash vajza e vllavit tim. E atë çka gjykoi për mesasem, ta tezja është në rangun e nanës. Edhe ja dha Xhaferit. Pse se tezja është në rangun e nanës. E tezjas i dhimbet më shumë fëmia i motrës se sa dikuj tjetër. E tezja është në rangun e nanës. Edhe i tha për mesam që t'ja zbute zemrën, i tha Xhaferit, i tha ti më kënë gjarë mu shumë t'i para dhe në moral. Kurse Alis i tha ti je prej me, unë jam prej teje. Qëllimi është që ti e ke vajzën time. I je jafër shumë për mu. E ti je pjesë e imja, edhe unë jam pjesë e jotja, kurse i tha Zejdit, ti je vllau ynë edhe i qërëpëruar i ynë, ja zbuti zemrën. Qëllimi është që zbuti zemrën, të bije në gjafrat, edhe mos vije çështja deri te zënkat që të shtohen edhe më tepër ato. Për mes se me kur gjikonte edhe mes atyre që nuk ishin musliman. Nëse vinte ndonjë jo musliman edhe pa ditë një musliman, për mes me dëgjonte mirë rasin e vet. Edhe gjikonte me drejtësi, nuk i bante pa drejtësi, pavarësisht që ishte i krishter apo i qifut. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje. As njeri duhet drejtësi. Një ditë prej ditëve Borera thotë që një prej qifutve shitën treg. Edhe njëri kërkoi prej tij malidh, çmimin u zemru, nuk ishte dakord. Edhe tha, ky qifuti tha pasha Allahun që e dërgoi Musain, i cili është më i miri në mesin e njerëzve, më i dalluari. Kur e dëgjoi njëri prej sahabive u zemrua shumë, ta duke qenë pejgamberi i Allahut këtu prezant ti për përmend Musain, shiko mundsi ashtu. Edhe i ran fytyr. I ran shublap, edhe shkoi qifutit e pejgamberit, i tha ja Rasulullah, unë kam garanci dhe jam bes. Ky filani më ka ra, ky muslimani. Edhe pit pse i rave? Pse më shove? Edhe i tha ja Rasulullah, po ky e përmeni Musën alayhis salam. Tha pasha Allahun që e ka dërguar Musën në mesin e krijesave edhe ka dalluar e ka veçu. Çfarë i tha Pejgamberi tha mos dalloni mes pejgamberëve të Allahut azza wa jall, se Musa ka qenë pejgamber i madh. Pastaj ja përshkoi pejgamberi i Allahut një rast shumë interesant se ditën e Kiametit, kur i fryhet surit edhe njerëzit do thotë bie. Edhe pastaj kur fryhet herën e dytë edhe njerëzit ringjallen, i pari i cili ringjallet kush është pejgamberi sa thotë e shoh Musain duke u kapur për arshin e Allahut azza wa jall, nuk e di tha, a i ka rrot fikt ati e pastaj as gju i pari për para mua, apo Allah azza wa jall e ka veçuar dhe fare do thotë nuk i ka rrot fikt ati. E përmendi vlerën e Musës alayhis salam. Do thotë që pejgamberët e Allahut janë pejgamberë të mëdhenj, megjithatë nuk duhet që dallohet edhe pse ka dallime mes tyre normalisht. Megjithatë kur ashin pyetje të çështja do thotë që kanë pasur ato probleme, nuk është dashur ashtu që veprohet. E kështu pra mesasem do thotë ndërhyjnë edhe te ata që nuk ishin muslimanë. Për shembull, shkurtimisht, si duhet muslimani që të trajtojë zënkat, mosmarrveshjet, kundërshtimet mes nesh, ne kemi përditshmëri shumë me neve, me familjen, me fëmijët e tanë, me komshit, me shoqëritë. Kemi shpesher, pastaj duhet ndërhyrja. Esenca është pajtimi që mos vije deri te problemet, deri te lashe, gjykimi që gjykimi drejt, mos e gjykim do thotë i cili është i një anshëm, ose gjykim interesi për shkak se nëse mu mashtron Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mundësi me mashtru. Nëse dikush betohet rreshëm, nuk ka problem, le të betohet, vallahi kur nuk ka problem po hajr. Ai nuk ka problem, megjithatë Allahu subhanahu wa taala, ai person ka marrë një copë prej copave të xhenemit. Allahu na rujtë mos na sprovoj që bimi deri në atë gratë. Elusa Allahu azza wa jall, që Allahu zënkat mes nesh, Allahu të largojë, elusa Allahu që zemrat e tona Allahu të zbut, edhe të qesoj edhe elusa Allahu që ata që kanë zënkat, që kanë mosmarrveshje, grindje, kundërshtime mes tyre Allahu të zbut, të qetson edhe zemrat e tyre të i bashkon. Wa qul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.